Lundrimi për anijet e vogla dhe ato të peshkimit vijon të jetë i pezulluar që prej datës 2 janar dhe do të vijoj deri në datën 7 janar. E ndërkohë dhe trageti i linjës Vlorë-Brindisi për shkak të motit të përkeqësuar në qytetin e Vlorës ka ndëjtur për orë të tëra në radhë. Kështu kushtet e rënduara hidrometeorologjike kanë detyruar tragetin e linjës me Italinë Vlorë-Brindisi të qëndroj disa orë në radhë pasi e ka patur të pamundur ankorimin në kalat për të shmangur përplasjet dhe dëmet materiale që mund të shkaktoheshin. Ndërkohë për shkak të erës së fortë bregdetare me shpejtësi deri në 15 metër në sekond, një pjesë e rërës së detit ka përfunduar në zonën e Lungomares. Rëra në bregdetin e shëtitores ka pushtuar segmentin rrugor. Problemi është bërë bllokimi i kunetave anësore të rrugës nga rëra e bregdetit. Për këtë arsye kanë ndërhyrë ekipet e bashkisë në pastrimin e kunetave anësore. Pastrimi i tyre është bërë për të shmangur problematika si ato të përmbytjeve pasi kunetat anësore të rrugës janë vendet ku kullojnë ujërat e shiut në shëtitore. Po ashtu kushtet atmosferike të paqëndrueshme gjatë orëve të natës si pasojë e erës së fortë në zonën e Llogoras, disa pemë janë rrëzuar duke shkaktuar dhe bllokimin e këtij segmenti rrugor. Era e fortë që ka fryrë gjatë natës në jug të vendit ka shkaktuar kështu rënien e disa pemëve, të cilat për pasojë kanë bllokuar rrugën e Llogoras. Nga ana tjetër, si pasojë e rrëzimit të pemëve mbi linjat elektrike, zona e Llogoras ka mbetur pa energji elektrike. Mësohet se grupet e punës ndodhen në terren dhe po punojnë për pastrimin e rrugës dhe normalizimin e qarkullimit, ndërsa ekipet e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike janë angazhuar për rikuperimin e furnizimit me energji elektrike.